Ju gjatë jeta uroj të jeni mirë, dashur miq, që rishihemi në këtë bisedë të fillimi javës me zhvillime të mëdha. Ka një zhvillim të madh në Rusi, në Europë dhe jo vetëm, por edhe këtu në Ballkanin ton të rrezikshëm. Përse Putin është duke fikur internetin dhe po i kthen rusët tek hartat e letrës? Apo vjen ora zero për botën? Marta Kost, një agjente e UDB-s, a është zgjerimi i BE-s në duart e spionazhit serb? Që janë këto që janë duke ndodhur në Europë në fakt. Ne duhet i kuptojmë të gjitha. Apo e sakrifikon Donald Trump Europën për një marrëveshje sekrete me Rusinë dhe me Kinën? Gjermania sfidon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo shkojmë drejt shpërbërjes përfundimtare të NATO-s? Apo ky është një manovrim momental që lidhet me rrethana specifike gjeopolitike? Kur të fiken dritat, interneti dhe telefoni, a jeni gati për atë që po gatuhet në prapasken? Të gjitha këto do t'ju shpjegoj në një minutazh të shkurtër tani, përpara se të rishihemi në mbrëmje. Dhe të flasim për lojën e madhe dhe lojën e vogël këtu brenda. Miq të dashur, sot nuk po flasim për lajme që i shihni dhe i lexoni nëpër portalet rutinë. Sot po flasim për një skenar të mirëfillt që deri dje dukej si një film horror. Por sot është realiteti i cili është duke trokitur tek dyert tona. Po. A jeni gati për momentin që telefoni juaj nuk do të ketë më sinjal? A jeni gati për momentin kur interneti mos jetë më dhe ekrani i zi do të jetë e vetmja gjë që do të shihni? Në fakt, kjo deri dje dukej si një konspiracion. Por tashmë është më pranë realitetit se sa ç'është menduar, sepse tashmë kjo ka ndodhur në Rusi. Në momentin që ne po regjistrojmë këtë, Putini e ka bërë një provë dhe po stërvit popullin e tij atje. Çfarë po gatuhet? Nuk jemi përballë një teorie konspirative, miq. Është një përgatitje globale për momentin e ri që është duke ardhur. Ndërsa ne merremi me jetët tona të përditshme dhe me hallet e përditshmërisë në një fillim jave, diçka gjigande po gatuhet në prapaskenat e Europës. Çfarë po përgatitet? Qëllimi i vetëm është të ndizet zjarri në lindjen e mesme dhe të shtrihet ai zjarr të shtrihet deri në kufijtë e Kinës. Ashtu siç u kam përgatitur dhe siç ju kam thënë dhe siç ju kam treguar gjithmonë. Por goditja e madhe vjen brenda nesh. Në zemër të Brukselit, të Europës ku duan të na çojnë politika hajdute 34 vjeçare që na mashtroi, në zemër të Brukselit, aty ku fati ynë do të vendoset për të ardhmen tonë gjeopolitike, ka plasur një bombë e madhe. Komisionerja për zhvillim Marta Kost është akuzuar zyrtarisht në këto moment se ka qenë një spiune e UDB-s serbe. Mendojeni pak më thellë. Njeriu që ka çelësat e Ballkanit akuzohet se i shërbeu policisë sekrete famkeqe të Jugosllavisë. Është personi i cili vazhdimisht, siç e keni parë, del në mbrojtje të Parisë së Tiranës dhe i kakaris Parlamentit Evropian dhe burokratëve të Brukselit për arritjet e jashtëzakonshme të qeverisë së rilindjes, bandës së Beogradit këtu në Tiranë. Rusia dhe Vladimir Putini po fikin rrjetet. Kina ka rrjeshtuar 1200 barka shpëtimi, të cilat barka peshkimi, gjysmë ushtarake, në brigjet e saj, ndërkohë që Serbia po bën gati gishtin në këmbës. Përse po e bën Serbia këtë? Sepse ata po përgatiten për luftën e Ballkanit që e kanë njoftuar një ditë më parë shërbimet sekrete serbe. Do t'ja shpjegoj pak më poshtë. Ndërsa në Bruksel zbulohen hijet e vjetra të pneumonisë së komunizmit tek mushkëria e kalbur dhe e vjetër e Europës, ku agjentët e UDB-s përcaktojnë politikat e zgjerimit në Bashkimin Evropian. Pikërisht atje ku Vladimir Putini mëson Aleksandar Vučićin që të mos jetë i pranishëm dhe që të luaj me 2 porta dhe me 2 karrige. Jemi, miq të dashur, në prag të një lufte të tretë botërore, të cilën unë ja kam thënë, besoj se jemi brenda saj. Luftë e tretë botërore dhe ne në këtë bisedë të shkurtër do t'ju shpjegojmë të gjitha fijet
e këtij rrjeti me rimange që po na mbyt të gjithëve pa e kuptuar. Qëndroni me mua sepse asgjë nuk është ashtu siç ju duket. Asgjë nuk është ashtu siç e shihni. Diçka e madhe po luhet në prapasken. Ç'është blackout i rus dhe që janë hartat e letrës, që kanë rritur shitjet e tyre në 170% sot në Rusi. Rusia, miq të dashur, ka nisur diçka që nuk e ka bërë kurrë më parë në këtë shkallë. Asnjëherë më parë në Rusi nuk ka ndodhur diçka e tillë. Vladimir Vladimirovich Putin ka urdhëruar ndërprerjen e gjitha rrjeteve informative dhe telefonike për banorët e tij. Cili është justifikimi i Putinit? Në fakt, Putini nuk ka nevojë për ndonjë justifikim të madh, sepse në Rusi nuk ka nevojë për justifikim se çfarë ti thua popullit. Siguria e popullatës ka qenë justifikimi i Putinit, por e vërteta është shumë më e errët dhe shumë më e madhe se kaq. Si sigurohet popullata duke u fikur internetin dhe telefonin? E vërteta është diçka më e madhe. Ky është një trajtim dhe trajnim dhe stërvitje psikologjike dhe teknik për të mësuar me jetën nën presion absolut. Përse rusët duhet të përgatiten për të jetuar në këtë tension absolut? Çfarë po gatuhet nga pas? A është një shenjë se diçka e madhe po gatuhet? Apo është një stërvitje e rutinë, një zbor me stilin e Kremlinit për të bërë gati për momentet e reja dhe të jemi në gatishmëri për gjithçka? Absolutisht është diçka më e madhe. Rusia po përgatitet për atë që ju kam thënë, për aksionin ushtarak të padeklaruar, ku komunikimi modern bashkë me internetin do të jenë të parat që do të bien. Ne duhet të jemi gati për të gjitha, sepse edhe këtu mund të ndodhë një ditë shumë shpejt. Shikoni shifrat. Shitja e hartave rrugore prej letre në Rusi është rritur me 170%. Qeveria ruse po i mëson popullit rus si të përdorin hartat dhe si të shkojnë përpara dhe të mësohen me mënyrën e jetesës pa teknologji, pa telefon dhe pa internet. Sepse ato shumë shpejt mund mos jenë më. Dhe ne të gjithë duhet jemi gati për këtë. Se çfarë do të bëjmë nuk e di. Ju mund të më shkruani të komentet se cili është mendimi juaj për këtë. Çfarë do të bëni në rast se do të kishim një ditë pa internet, si dhe pa telefon, pa mënyra komunikimi, si do ta zgjidhje ti? Unë kam nevojë të mësoj edhe prej jush, sepse unë nuk i di të gjitha. Përse po ndodh rritja e shitjes së hartave prej letrës në Rusi? Sepse rusët e din shumë mirë që GPS-i do të fiket. GPS-i do të fiket, interneti do të fiket, energjia elektrike dhe komunikimi. Ata janë duke blerë masivisht sot radio marse për të krijuar format e komunikimit alternativ, për të komunikuar me njëri tjetrin në ditë të vështira dhe me valë të shkurtra. Vladimir Putini është duke bërë edhe një hap tjetër të rëndësishëm. Po thërret të tjerë rezervist për në front, bashkë me trupat që si që njoftova mbrëm dhe parmbrëm, është duke i sjell nga Afrika dhe duke i rekrutuar atje për të sjell tek lufta e tij. Ndaj, Vladimir Putini është duke përgatitur popullin për surpriza, që pak kush mund t'i ketë menduar, ose kur i ka menduar si teori konspiracioni dhe kam thënë, këta nuk janë në rregull nga tot. Kjo është shpallja miq de facto e luftës tretë botërore për cilën unë ju kam thënë. Kam 4 vite që ju them, ne jemi brenda luftës, nuk jemi jashtë saj. Këtë e bëri edhe Zelenski, Volodymyr Zelenski e bëri të njëjtin njoftim kur foli 2 javë më parë për boshtin e skeqes, Putinin dhe pjesën e aksit që e mbështet atë. Tani, pyetja që duhet të bëjmë ne është, a është rikthimi i Rusisë tek hartat prej letre? Informacion që nuk do të ketë më internet dhe telefona? A është rikthimi tek radiot analoge para lajmërimi i fundit se satelitët e botës
do të shkatërohen dhe se shumë prej linjave të internetit do të bllokohen, ne nuk po shohim një stërvitje miq. Po shohim fundin e epokës digjitale në luftë, kur një superfuqi bërthamore udhëzon 140 milion njerëz në Rusi, që të mësojnë orientimin pa internet, me harta, letre, pa GPS, pa telefon dhe pa celular. Do të thotë që butoni i zi apo i kuq është gati. Çfarë do të vi? 170% rritje e shitjes së hartave prej letre. Nuk është një nostalgji apo rikthim tek normat bio. Është parashikimi i një cyber Armageddon, një Armagedoni kibernetik, ku vetëm ata që kanë pajisje primitive do të mundet të mbjetojnë. Rusia po fik veten sot që të ketë avantazhin kur të fiket bota nesër. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe në Bruksel është duke ndodhur një tjetër gjë e madhe, e cila lidhet me të ardhmen tonë dhe me të ardhmen e Ballkanit. Ndërkohë që e gjithë bota është duke u djegur dhe është në flak nga Teherani në Ukrainë dhe në pjesën tjetër të botës, në Bruksel po ndodh një tradhti e mundshme. Marta Kos, e kudo gjendura pranë kryeministrit shqiptar dhe pranë burokratëve hajdutëve lider politik të Ballkanit, Marta Kos, komisionerja për zgjerim, njeriu që duhet të na integrojë, të na marrë nga primitivizmi ballkanik dhe të na çojë në Europë, është nën akuzë të drejtë për drejtë dhe të rëndë. Eurodeputetët sloven kanë njoftuar me dokumente në Këshillin e Europës që pretendojnë se ajo ka qenë agente e UDB-s Jugosllave në vitet 1980. Imagjinoni paradoksin. Sot mund të ketë emrin e saj në krye të zgjerimit të BE-s, të flasë për politikën e jashtme të BE-s dhe të punoj për Jugosllavinë dhe Serbinë e Aleksandar Vulinit, garancisë dhe siguresës së Vladimir Putinit tek qeveria e Aleksandar Vučićit. Kjo vjen miq në një moment kritik. Serbia sapo ka deklaruar se Kosova, Shqipëria dhe Kroacia, dje gazetat, portalet pranë shërbimeve sekrete serbe e kanë njoftuar këtë. Shqipëria, Kosova dhe Kroacia kanë bërë marrëveshje sekrete, thot mbrojtje, dhe ata po bëhen gati të sulmojnë Serbinë. Çfarë është duke përgatitur Serbia me këto njoftime? A është ajo duke provokuar një situatë të paqen për të justifikuar një plan të mundshëm për të goditur apo për të hapur luftë në Ballkan? Apo ka panik vërtet në Beograd për luftën që mund të nisin shqiptarët e Shqipërisë, Kosova, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e rajonit, bashkë me Kroacinë kundër Serbisë? Beogradi është shumë i bindur, sipas njoftimeve të shtypit serb dje. Kjo treshe po përgatit sulmin e Rusisë së Europës. Rusia e Europës, ju e dini kush është. Është ju Serbia dhe Beogradi. Ndaj do të sulmojnë Serbinë dhe serbët, për këtë janë të bindur. Shqiptarët dhe kroatët e kanë bërë gati planin për të sulmuar Serbinë dhe Serbia e ka vënë gishtin nën këmbës. Shërbimet sekrete serbe thonë se sulmi është vetëm çështje ditësh. Pra, kemi një rajon që po vlon, një Serbi që akuzon dhe një komisionere në Bruksel që quhet Marta Kos, e akuzuar për ispiune e Jugosllavisë. A është kjo rastësi? Apo është pjesë e një plani për të destabilizuar Ballkanin, sapo të nis lufta e madhe? Po, këtu është diçka e madhe. Serbët kanë thënë se shqiptarët dhe kroatët do ta godasin menjëherë sapo Rusia të bëhet gati të godasë Europën. Dhe këtu do të shpërthejë dhe Ballkani sipas këtij skenari. Dhe këtu na lind një pyetje tjetër e rëndësishme. Marta Kos dhe UDB-ja. A është zgjerimi i Bashkimit Evropian sot në duart e një agente të UDB-s, të një agente të vjetër të Jugosllavisë që i shërben interesave të diktaturës? Përgjigjja është e thjeshtë. Nëse akuzat vërtetohen për zonjën Marta Kos, ky është skandali më i madh i shekullit
për Ballkanin dhe për Bashkimin Evropian. Të kesh një ish bashkëpunëtore të policisë sekrete jugoslave në krye të Komisionit të Zgjerimit të Bashkimit Evropian, do të thotë se dosjet e vjetra janë ende gjallë dhe po drejtojnë fatin ton dhe fatet e Ballkanit dhe jo vetëm edhe fatet e Europës. Kjo nuk është thjesht një çështje biografie, miq të dashur. Është çështje e sigurisë kombëtare për Shqipërinë, për Kosovën, por dhe për vetë Europën. Kush e kontrollon vërtet procesin e integrimit? Brukseli, hijet e vjetra dhe pneumonia e vjetër e UDB-s, që nuk vdiqen kurrë, apo premtimet e Ramës dhe miqt e Ramës, miku të Aleksandar Vučićit, i cili u ka premtuar shqiptarëve mashtrimin më të madh të shekullit që agjenda e tij është Bashkimi Evropian. Kush do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian? Agjentët e Jugosllavisë, agjentët e UDB-s dhe Shërbimit Sekrete Serbe, apo Rama me Vučićin? Gjithçka po luhet është një lojë shumë e madhe, të cilën duhet ta kuptojmë. Nga ana tjetër, ndërkohë që ndodhin të gjitha këto, nga ana tjetër e oqeanit Atlantik, Donald Trump është i tërbuar dhe është acaruar në pikën e tij më kulminante. Donald Trump dhe Amerika ndjehen të braktisur nga Europa në luftën kundër ajatullahëve në Teheran. NATO e ka refuzuar këtë sulm, e ka shtyr nga frika e Turqisë dhe e vendeve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat marrin pjesë në NATO. Justifikimi i tyre për mosmarrje në luftë është se anëtarët e NATO-s në BE bashkë me Turqinë janë të trembura se mos Irani ka qeliza të fjetura dhe celula të fjetura brenda shteteve të tyre, dhe ato mund të aktivizohen në çdo moment dhe mund të dëmtojnë sigurinë atyre vendeve. Ky është justifikimi përse NATO-ja dhe Gjermania sot ka dalë dhe ka refuzuar pjesëmarrje në krah të Amerikës në luftën e Iranit. Edhe turqit flasin për celula iraniane që mund të dëmtojnë Turqinë dhe Europa flet për të njëjtën gjë. Ata mund të shpërthejnë në çdo moment në rrugët e Ankaras, të Stambollit, por edhe të Berlinit. Ndaj turqit dhe europianët me sa duket e kanë përshpërir njëri tjetrin në vesh dhe e kanë kuptuar se vendimi që duhet marrë në këtë moment është të mos shkojmë në krah të Donald Trumpit, edhe pse duhet ta përkëdhelim atë her pas here Bjondin e Washingtonit, që të mos ta mërzitet dhe të bëjmë sikur jemi kundër Iranit. Trump e ka kuptuar tradhtin, e ka kuptuar dredhjen e bishtit dhe sigurisht Amerika nuk rrin asnjëherë pa një plan rezervë. Europa nuk dëshiron ta lërë fushën e hapur përballë Rusisë. Dhe ky është një tjetër parashikim që lidhet me mungesën e vullnetit të Europës për të shkuar në luftë në Iran. Europa e ka të vështirë ta lërë gjithë fushën bosh nga pas, sepse e di që pas shpine ka Rusinë, e cila sipas pretendimeve të saj nuk ka asnjë plan për ta luftuar Europën. Që duhet territori i Rusisë, në fakt? Rusia e ka territorin nga Ukraina deri në Vladivostok. E që duhet më tepër sipërfaqe? Ky ka qenë justifikimi i Kremlinit, por në fakt diçka e madhe luhet në kulisa. Dhe Putini bashkë me Kremlinin mund të jenë në një plan, apo në 2, apo në 3 plane të tilla, me Amerikanët, me Kinën, apo dhe me Europianët, dhe askush nuk e di kush është me kë, dhe kush është kundër kujt. Askush nuk e di kush do ta ngul thikën i pari, dhe kush do ta konsumoj aktin e tradhtisë në këtë betejë të madhe aleancash, në këtë rrjet të madh merimange, të cilin unë ja shpjegoj ditë për ditë, dhe natë për natë këtu nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu. Ai është duke gatuar një marrëveshje sekrete me Kinën për Tajvanin dhe për ngushticën e Hormuzit. Kush është ai? Donald Trump, bjondi i Washingtonit, e dinë rusët mirë, edhe europianët. Donald Trump është duke bërë, të paktën po bën një tentativë për një marrëveshje sekrete me kinezët, ose për Tajvanin, ose për ngushticën e Hormuzit, e cila mund ta hedhë të gjithë botën e erë. Sepse kjo e detyron Amerikën që të ulë sanksionet ndaj naftës së ruse. Çdo lloj zgjatje e luftës e detyron Amerikën
që të heqë sanksionet ndaj naftës ruse. Ndaj Rusia po ndjek marrëveshjen ruse, marrëveshjen amerikane kineze të mundshme sekrete dhe në të njëjtën kohë është e interesuar që lufta të vazhdojë sa më shumë, sepse hiqen përkohësisht sanksionet ndaj naftës ruse. Vladimir Vladimirovich Putin e di shumë mirë që Donald Trump nuk i beson Rusisë, dhe ai nuk i beson Amerikanëve. Dhe Vladimiri e din shumë mirë se menjëherë sapo të përfundojë lufta e Iranit, sanksionet mbi naftën ruse do të rikthehen. Është një lojë shahu, të dashur miq, ku Europa po trajtohet si një lojë ushtar i panevojshëm. Europianët e kanë kuptuar këtë dhe po lëvizin me shpejtësi. Rusia e ka paralajmëruar madje përpara 2 ditëve, para 5 ditëve, Britaninë e Madhe, dhe u ka thënë britanikëve që jeni duke bërë një gabim të madh në këtë moment kur i keni dhënë raketat Storm Shadow Ukrainës, raketa me të cilët përpara pak ditëve Ukraina goditi fabrikën e Bryanskut në zemër të Rusisë, atje dhe ku e çoi raketat e saj Storm Shadow për t'i dhënë Moskës një mesazh që lufta edhe në Ukrainë do të vazhdojë. Do të vazhdojë sepse mbrapa ka një mbështetje tjetër herë të dukshme, herë të padukshme. Atje, nga sulmi i raketave britanike Shadow, me të cilat gjuhet në Ukrainë si fabrikën e Bryanskut, ndodh një hata e cila shkaktoi 6 të vdekur, 6 të vrarë dhe 37 të plagosur. Rusët nuk harrojnë dhe e kanë nisur të kërcënojnë Europën dhe bashkë me ta edhe britanikët. Për atë që janë duke bërë në Ukrainë, ndaj Rusia do të përpiqet që lufta në gjirin persik dhe në Iran të vazhdojë dhe të bëhet akoma më agresive, sepse ata janë përfituesit më të mëdhenj. Pyetja që bëhet në këtë moment është: a do ta lejojë Trump një sulm rus mbi Europën si ndëshkim për mosbindjen e NATO-s dhe të Europës në luftën e Amerikës dhe të Izraelit ndaj Iranit? Përgjigjja është e thjeshtë. Trump, miq të dashur, funksionon me parimin transaksional tregtar. Nëse Europa nuk i jep mbështetje kundër Iranit, pse duhet Donald Trump të shpenzojë miliarda dollar për mbrojtjen e Gjermanisë apo të Francës apo të Europës? Marrëveshja sekrete me Kinën dhe lëshimet ndaj Rusisë në Hormuz tregojnë se rendi i vjetër botëror tashmë ka rënë dhe ne jemi në fazën ku çdo shtet duhet mbijetojë vetë, duhet ta di vetë se si do të mbijetojë. Europa mendoi se mund të sfidonte Donald Trumpin pa pasoja, por pasojat mund të vinë me tanke nga lindja, tanke nga Rusia, të cilat pas një diskutim nesër, Donald Trump do ta mbyll njërin sy dhe njërin vesh. Çfarë po ndodh tashmë në Europë? Unë mbrëmje njoftova se sot do të bëjë një mbledhje e Këshillit të Europës e ministrave të jashtëm. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Johan Vadivul, ka dalë dhe ka sfiduar hapur Amerikën sot pas Spanjës. Gjermania ka vendosur të dalë tashmë hapur. Ministri i jashtëm gjerman Johan Vadivul ka dalë dhe ka sfiduar Amerikën duke mohuar tërësisht pjesëmarrjen e NATO-s në luftën e Iranit. Berlini kërkon qartësi nga Washingtoni dhe nga Tel Avivi. Ju lutem zotëri, cili është qëllimi final i luftës tuaj, dhe pasi të marrim një përgjigje nga Amerika dhe Tel Avivi, se cilat janë qëllimet përfundimtare të luftës tuaj, atëherë ne do të vendosim do ju ndihmojmë apo jo. Gjermania po luan kartën e saj humane, por edhe kartën ushtarake. 180 milion euro ka përgatitur Bashkimi Evropian ndihmë për krizën humanitare pas bombardimeve të Izraelit në Liban. Flota ushtarake europiane e krijuar në 2024 për të siguruar ngushticën e Hormuzit dhe detin e Kuq është gati. Kina ndërkohë ka rjeshtuar 1200 barka peshkimi ushtarake, gjysmë ushtarake, një forcë milicore e cila pret urdhrin e Pekinit për sulm në detin e Kinës së Jugut. Të gjithë po pozicionohen. Rusia thot se Europa do ta kuptojë shumë shpejt gabimin e saj strategjik
për mosmarrjen dhe për mos rënien dakord me Rusinë. Dhe kjo është një deklaratë e fortë. Miq të dashur, kur të fiken dritat dhe interneti, dhe të mos punojnë më, mos harroni kur këtë emision që na bëra sot. Shpjegimet që presim nga Amerika dhe Izraeli mund të vinë shumë vonë për Europën, për ne europianët. Izraeli dhe Amerika mund të mos i kenë përgjigjet e tyre tani. Bota po ndryshon me shpejtësi, miq të dashur. Dhe asgjë nuk do të jetë më si më parë. Ju duhet ta kuptoni këtë. Dhe ne, unë pres sugjerimet dhe mendimet tuaja se çfarë do të bënim në një skenar si ky. Dhe këtu bëjmë drejt, kur shkojmë drejt fundit të bisedës tonë, bëjmë edhe një pyetje tjetër të rëndësishme të lidhur me këtë që sapo tham. Apo krijon Gjermania një ushtri paralele me NATO-n për të mbrojtur veten nga tradhtia amerikano-izraelite, apo është diçka tjetër duke u luajtur në kulisa? Përgjigja është jo shumë e thjeshtë, por duket si e thjeshtë. Dërgimi i flotës europiane në Hormuz dhe 180 milion eurot në Liban janë një lëvizje shahu. Gjermania po kupton se ombrella e NATO-s tashmë është të qartë. Duke sfiduar hapur Washingtonin, Berlini po të tenton të bëhet lideri i një Europe që nuk varet më nga humori i shtëpisë së bardhë. Por pyetja mbetet, a ka fuqi Gjermania të përballet e vetme me zemrimin e Rusisë dhe braktisjen e Amerikës në të njëjtën kohë? Koha e diplomacisë miq ka mbaruar. Ju duhet ta kuptoni këtë. Ka nisur koha e pozicionimit ushtarak dhe luftarak. Zoti qoftë me ne, Zoti qoftë me ju dhe me gjithë Shqipërinë. Mos harroni të bëni like, share, subscribe kanalit. Do të shihemi bashkë sonte në 21 live për live-in ton, ritualin ton të përnatshëm. Mos harroni të bashkoheni me faqet e Kreshnik Osmanit në Facebook, TikTok, Instagram, Kreshnik Osmani dhe Kreshnik Osmani në Telegram. Mos harroni gjithashtu të njoftoni pjesën tjetër shqiptarëve për këto të vërteta dhe për këto interpretime, të cilat nuk do ja jap askush, apo rrallë kush do t'ju ja jap shqip tek mediat me të cilat ju jeni të përballur çdo ditë. Paçi një javë të mbar. Paçi fat të gjithë. Bëuni gati për të gjitha. Rishihemi në 21 live në mbrëmje.